Kur ka njëri vetmi komunist në Europë lindore. Mos hapja dosjeve është një nga, themi, dramat e mëdha që ka pas ky vend në këto 35 vjet, sepse jo vetëm që e vërteta është varros dhe ma e varros me në ato dosje, por ata dosje nuk janë as të varrosura, që të paktën e dim që janë myll, po vazhdojmë jetë re, po e myll. Jo, janë aty manë për presion. Ato manë aty për shantazh. Për të shantazhu, dhe kjo është e keqja, nuk është puna se do të qisim Ergysin o Ilirin, që ka qenë spion. Dhe nëpërmjet atyre dosje krijohen pengje politik, nëpërmjet cilëve mbahet ky tranzicion këtu ku është për kaq vite. Faleminderit. Dhe kjo për mua është dramë e madhe sepse kjo nuk e lek të shoqëri që të eci përpara. Ja. Të paktën ta harrojmë, po kjo stilenas me rrugë, kjo të marr lidh aty të marr peng. Po megjithatë, prandaj ato duhen të hap edhe për të çliruar këta njerëz që janë pengje politik, që në fund fare ta dinë gjithë, mos ta di vetëm ai që të ma peng. Që ti ke qenë apo s'ke qenë bashkëpunëtor. Dhe shumë mirë ata që kanë qenë të detyruar apo kështu të dalin dhe ta rrëfen. Ta rrëfen krimin, ta rrëfen që po, më kanë detyruar, më kanë dhunuar, më kanë bërë këtë presion, më kanë bërë atë presion dhe unë detyrova bërë këtë. Sepse shiko, nuk është problemi është që shumë qifen dhe persekutorët, se këta që kanë qenë. Ore është tragjedi, unë e kuptoj, është tragjedi ronë, edhe i persekutuan dhe spion. Por problemi është që duke mos qit këto, ai nuk qit as persekutorin se çka bë. Kjo është një dramë e madhe sepse këtu ç'a bën? Këtu ka një akordim dhe një marrëveshje të heshtur midis dhunuesit dhe viktimës. Pra janë të dy bashkë që ndihmojnë dhunuesin në këtë rast, persekutorin. Ç'a ndodh? Kjo ka ndodhur kudo, kjo ka ndodhur edhe tek hebrejt në Holokaust. Dhe kjo është e kuptueshme, kryesisht sistemet totalitare kështu funksionon. Kompromitimi i viktimës. Kompromitoje viktimën dhe atëherë ti do ta sundosh plotësisht. Ç'a kanë bërë në Holokaust? Pjesën më të madhe të organizimit të Holokaustit duke kanë bërë nazistët vetë. E kanë bërë viktimat. Nëpër getot e hebrejve, se i mbyllën për geto, atë ç'a bën? Kush është i pari? Shkonin gjermanët. Kush është i pari këtu filani? Po, folshin me ato, me elitën e getove, dhe thoshin ti ke për detyrë të mbash rregullin, të bësh policinë, të mbash rendin etj. Dhe të ndihmosh projektin ton për të çuar njerëz në Auschwitz në për kështu. Dhe shumica e viktimeve i çonin vet hebrejt, i organizonin për t'i çuar nëpër trena me qëllim që të shkonin. Dhe kjo tregon që totalitarizmi është akoma dhe më i ndyrë dhe akoma dhe më i keq nga aspekti deri në çmenduri. Sepse ai arrin të rekrutojë vetë viktimën për projektin e vet antinjerëzor, antihuman që ka instalu. Edhe në këtë mes, çka kanë bërë? Këta kanë komprometuar viktimat duke i detyruar një pjesë që të bashkëpunojnë. Disa mund ta kenë bollë për dëshirës, disa edhe për të kapur në privilegj, disa për të shpëtuar dënimin, nuk ka rëndësi, por këta e kanë përfshi viktimën në vetë makinerinë e tyre vrasë. Ama populli duhet ta ditë vërtetën, shoqëria duhet ta mësojë vërtetën, duhet ta njohë vërtetën dhe nëse dikush pa dashje ka shërbyer regjimi ose nga dhimbja ose nga ftmerrja ose nga vujtja i ka shërbyer pa dashje atij regjimi, të paktën ti shërbej sot të mirës dhe drejtës duke e rrëfy atë pjesëmarrjen në krimin ku ai ka marrë pjesë pa dëshirën e vet. Ja, Ergys se kjo është me lidhjen është edhe jo, se ky personi pse duhet gënjej kot se ky personi që thash se sot unë disha diçka. Sepse më fal, kjo ka ti pasur se kjo është shikoj, më fal, sy të ndërpres. Unë kuptoj që ti mund ta kesh bërë atë nga halli, një veprim. Por sot është e pafalshme që ti nuk e rrëfen vet. Po. Sepse ti sot ç'a bën? Ti do të kapësh privilegje, ndërkohë që ke një njoll, po thuaj më burr. Thuaj më burr sepse çlirohesh ti dhe i shërben shoqërisë. Po çlirohesh. Dhe është e pafalshme që sot vetë njerëz që kanë vujt në atë regjim sot nuk duan që të zbardhen ato krime. Kjo është tragjedia pra. Prandaj thashun, sepse kur e pash i bëj thirrje këtij njeriu Morzodri, ti hap dosjen tatë. Ky njeri ka qenë dhe deputet. Me Partinë Demokratike, pastaj pretendoi të bëhet dhe ambasador, tash e merr vesh kush është. Dhe ky nuk ka kërku. Nuk ka rëndësi se si ky ka shumë, po ka shumë, po kjo ky rast. Ky njeri nuk ka kërku kurrë hapjen e dosjeve. Po pikërisht. Një, dhe e dyta. Jo në rastin konkret. Po kur u nis iniciativa për të hap dosjet, disa persona nga ata që kanë qenë në krye të proceseve që merren me të përndjekurit, kanë qenë aktiv që të mos hapen. Po, kanë qenë aktiv që mos hapen.